Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ba'd. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jalla I cili na mundsoi që të jemi sonte prezant këtë vend. E lut Allahun që Allah azza wa jalla ashtu siç na bashkoi në xhami, në shtëpinë e tij, Allah azza wa jalla na bashkoi në xhenetin e tij. S'ka dyshim se edhe ndeja gjatë këtyre momenteve nuk është e lehtë. Unë e di që patjetër duhet përpjekje dhe duhet pak luftë me nefsin, për shkak se kërkohet një lloj angazhimi I shpirtit kundrejt vezveseve të shejtanit që njeriu zakonisht ja bën prej momenti që vjen në xhami, a me orë xhami, mos me orë xhami, me fal me xhamat, a me qëndru, mos me qëndru ligjërat, për shkak se lufta me nefsin nuk është e lehtë. Mirë, po megjithatë edhe qëndrimi shpërblet dhe poshtë edhe lufta e betejë e cila ndodh mes robit edhe mes vezveseve, se atyre mendime që I vijnë brenda tij, padyshim që shpërblet me lenë Allahut azza wa jalla. E kjo lodhje pagut, kështu është edhe dunjoja dhe kjo është edhe tema jonë me lenë Allahut azza wa jalla për sonte. Tema që do ta trajtoj sonte titullohet Lodhja e fatlumve dhe lodhja e të mirëve. Kush janë ata? Çfarë lodhje kanë ata dhe cilat janë dallimet mes këtyre dy lodhjeve. Padyshim kjo dunjë është vend ku njeriu ballafaqohet me lloj-lloj probleme, lloj-lloj vështirësie. Ka lodhje, ka vështirësi, ka brenga, ka mërzi dhe kjo është tradita e Allahut në tokë, edhe s'ka mundësi që të ndryshohet. Allahu xhel e paracaktoi që kur krijohet toka, me krijimin e tokës dhe me krijimin e gjitha krijesave që ata përjetojnë vështirësi të ndryshme gjatë jetesës së tyre në këtë dunjë. Ky është ligji I Allahut, I cili nuk ndryshohet deri ditën e Kiametit dhe s'ka mundësi që ta ndryshojë askush. Sado që dikush mendon ndryshe ose sado që dikush dëshiron me qenë ndryshe, ky është realiteti. Prandaj Allahu subhanahu tha: "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Ta ne e krijuam njeriu në vështirësi të njëpasnjëshme dhe poshtë thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kathan famulaqi." O ti insan, o ti njeri I cili ti përpiqesh me përpjekje të mëdha që të çon deri te Zoti yt, ke për me gjetë shpërblimin e gjithë atij mundi që ti e bën dhe mundohesh derisa shkon ti te Zoti yt. Poshtë Allahu subhanahu wa taala tha: "Fakulna ya Adamu inna hadha aduun laka wa li zawjik." O ti Adam, shejtani iblisi është armiku yt dhe armiku I gruas tënde. "Fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa." Mos të vije puna që iblisi t'ju mashtroi dhe t'ju nxjerrë prej xhenetit të Allahut e pastaj të keni jetë vështirë. Qëllimi është të arrini ato mjetet e jetesës në këtë dunjë, duke pas xhenetin e Allahut dhe duke pas gjitha dhunti dhe mirësitë e Allahut në xhenetin e tij. Do thotë që në xhenet nuk ka lodhje, po në dunjë është e kundërta. Dunjoja është krejtësisht lodhje, edhe jo vetëm se lodhje, përpjekje, mund, angazhim. Edhe kjo e përfshin edhe besimtarin, edhe jo besimtarin, edhe të madhin, edhe të voglin, edhe burrin, edhe gruan, edhe pasanikun, edhe fukaron, e gjitha shtresat. Nuk ka njeri I cili nuk sfidohet, nuk ka njeri I cili nuk përjeton vështirësi. Do thotë nuk ka njeri I cili nuk përfshihet, gjithë përfshihen. Pavarësisht stresës, pavarësisht pozitës, pavarësisht gjenisë, racës, pasurisë, nuk lund rol. Gjithë e përjetojnë, secili e përjeton në mënyrën e vet, formën e vet, atë lloj sprove. Dikush e ka më shumë, dikush më pak, po në përgjithësi gjithë e përjetojnë. Për brenda kësaj lodhje I kemi dy palë njerëzish. Do thotë janë dy palë, dy grupe të cilat dallojnë. Kur e merr mirë, analizon do të çështjen e lodhjes, çështjen e problemeve, angazhimeve, do thotë normalisht e shef se njerëzit angazhohen. Dhe ata dallojnë përsa I përket angazhimit të tyre. Një grup e shef që angazhohen me gjëra të mira, me gjëra dobishme, një grup tjetër e shef që angazhohet me gjëra të cilat nuk kanë fare dobi. Nëse I merr këtë aspekt I ndonjë njerëzit I shef që ata janë dy lloj. Lloji I parë janë ata që angazhohen, edhe që lodhen dhe lodhja e tyre I çon deri në lumturi. Dhe I çon deri në lirimin e tyre prej kujt? Prej robrisë, të adhurimit dikujt tjetër jashtë Allahut azza wa jalla. Një grup tjetër e shef krejtësisht ndryshe. Edhe ata angazhohen, po lodhja e tyre, angazhimi I tyre ku I çon? I çon në lodhje tjetër, I çon në mjerim, I çon që ta kenë një jetë jo të mirë, jo të këndshme, jo të lumtur, edhe përkundrazi ata hyjnë pikërisht robri që nuk është robri për Allahun
ose tjetë robi Allahu xhel, se robi Allahu xhel është krenari e dashliri, kurse me qenë robi duke qenë jashtë Allahut të xhel padyshim që është përbuzje dhe është në shkret. Argument për këtë është hadithi pemës se ka Abdullah ibn Mesudi e cek hadithin e gjatë kur fol për çështjen e krijimit njeriu. Në fund pemës se me përmendi që njeriu duke qenë embrionin në barkun e nënës i caktohet jeta e tij, do thot i caktohet, do thot rrezku i tij, e gjeli i tij, puna e tij. Këto i caktohen duke qenë ku në barkun e nënës. Jeta e tij, si do të jetë, puna e tij, e gjeli i tij, rrezku. Këto janë ato që i shkruan. Edhe nuk ka më ndryshime. Dhe tha për me sasem, edhe në fund, shëkijën au sejt. A do qëtë fat keq, a do qëtë fat mirë. Ta është varet krejtësisht prej veprave personi që i punon. Po, normalisht që mes tyre dyve ka dallim, dhe dallimi nuk është i vogël. Dallimi është shumë i madh. Dikush thot, po ndoshta dallimi është shumë i vogël, jo. Dallimi është shumë i madh. Ndoshta ti nuk e përjeton. Ti je mësu me qenë me një rrugë e cila është rrugë që e kënaq Allahun azza wa jalla. Allahu t'i ka dhënë shumë privilegje. Pavarësisht provave që i ke dhe lodhë që i ke, ama dikush tjetër ka jetë mjerueshme, dhe ai e di. Dhe më së miri ata që qartësojnë jashtë argumenteve të Allahut azza wa jalla, qartësojnë persona që kanë qenë pikërisht këtë rrugë. Ata e dinë. E prandaj kur i dëgjon ata dhe jetën e tyre se kanë përjetuar ata bindjet e tyre, perceptimet e tyre, padyshim që ti e shef se me të vërtet je fatlum. E Allahu azza wa jalla tha, يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ومنهم سعيد. Ta do të vijë dita ku secili nuk do të ketë mundësi për me fol para Allahut. Pa lejen e Allahut askush nuk fol. Një grup prej tyre është fatlum e një grup prej tyre është i mirë. Dallimet janë të mëdha. Po edhe begatitë dhe dënimet i kanë ndryshe. E këta dy palë, këta dy grupe, padyshim që këtë lodhje që e bëjnë, secili e bën lodhjen e tij, angazhimin e tij e bën në formën vetë që ai e percepton ose e ka bindjen e tij. Nuk është njëjtë sikur se njëri i cili ngritet sabah dhe synimi i tij është kënaqësia e Allahut. Dhe tjetri i cili ngritet sabah, gdhihet mëngjes, edhe synimi i tij është të i bëjë gjuna Allahut azza wa jall. Edhe ky angazhohet, edhe i pari angazhohet, edhe i dyti angazhohet. Edhe angazhimi i dytit, edhe kjo është lodhje. Si dikush thot, po me bëj gjuna nuk është lodhje, jo gabim është. Se edhe ky lodhet. Se për me arritë gjunohu duhet punë, duhet angazhim. Patjetër, duhet punë, duhet angazhim, edhe është lodhje. Bilëm ndoshta lodhja e tij është më e madhe se sa lodhja e tij i cili mundohet dhe përpiqet për me shkuar rrugën e Allahut dhe me kënaqet. E këta dy persona që kриhen mëngjes, edhe secili e merr atë rrugën e tij, kjo tregon realisht ndarjen e njerëzve ose ndasinë e njerëzve se si ndan ata, këto dy palë, dhe me çka angazhohet secili prej tyre. Këtë dëshmon edhe hadithi i Pejgamberit sa e qartëson më qartë, ku Pejgamberi sa tha et-tuhuru shatrul iman. Pastërtia është gjysma e imanit. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'anu tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Pejgamberi sa tha fjala alhamdulillah e mbush peshorën. Kur njeri e shqipton dhe thotë elhamdulillah, peshorja mbushet. Fjala subhanallah walhamdulillah e mbush në mes tokës edhe qiejve hapësirën. Dhe tha Pejgamberi sa wa salatu nur, namazi është dritë. Wa sadaqatu burhan, sadakaja është dëshmi e kujt? Dëshmi e imanit. Për shkak se sadakon nuk e jep një person i cili nuk ka iman. Po kur jep do thotë që ka iman, ta beson. Ku beson? Beson te Allahu azza wa jall. Sa është person dhe shpresa e tij është që nëpërmjet sadakas të arrihet deri ku, deri te Zoti i tij. Namazi është nur, është dritë, s'ka dyshim. Edhe s'ka mundësi këtë me mohu askush, për shkak se ai i cili falet dhe ai i cili nuk falet, padyshim që dallojnë. Wa sabru diya. Kurse durimi është shkëlqim. Si ka mundësi durimi me qenë shkëlqim? Njeriu kur duron edhe shpreson, shkëlqen zemra e tij. Për shkak se është e krijuar e tillë që durimi kur t'i ngule këmbët ose kur qëndroje brenda zemrës, brenda shpirtit, përçoje çka? Përçon shkëlqim. Sikur se namazi që është dritë, edhe që sadakaja është argument, edhe në këtë rast durimi është shkëlqim dhe thapën se wal Qur'anu hujjatun lak aw alik. Kurse Kur'ani është dëshmi
par ty ose kundër te. Dhe tha pemsem, dhe këtu është ajo poenta, pika e fundit. Dhe tha li kullu nasi yaqdu faba'i'u nafsuhu famu'tikuha aw mubikuha. Tha çdo njeri gëdhihet në mëngjes. Nuk ka njeri i cili nuk gëdhet. Përveç ai personi i cili ndron jetë gjatë natës, edhe s'ka mundësi me përjetu mëngjesin. Çdo njeri gëdhihet mëngjes. Ai i cili gëdhihet, secili angazhon veten e tij me diçka. Ka prej tyre që e shesin veten, e më pas e liron dhe ka prej tyre që e vetë shkatrojnë. Ai i cili e shet veten dhe e liron, qëllimi është ai i cili angazhohet me punë të mira, punë që e kënaq Allahun azza wa xal, padyshim që e liron veten e tij nga zjarri i xhenemit. Krahas personi tjetër i cili angazhohet me zullum, angazhohet me padrejti, me gjuna, me mëkate, e ky person vetëse e shkatron veten e tij. E kështu ndahen njerëzit. Këto janë dy lodhje që nuk ka mundësi të ketë lodhje tjetër. Angazhim. Njerëzit dikush angazhohet, ka e gjata, dikush angazhohet, ka e majta, nuk ka rrugë tjetër. Kështu ndahen edhe njerëzit. Mes tyre thash ka dallime, dhe dallimet janë qarta dukshme edhe në dunjë edhe në ahiret. Cilat janë dallimet më të qarta që i dallojnë këto dy lodhje që ta kuptojmë mirë se ku ja vlen pa mu lodh. A ja vlen mu lodh te grupi i parë, te ata që janë fatlum, apo te grupi i dytë që janë të mirë. Lodhja e parë që dallon ose dallimi i parë është që lodhja e fatlumve është në adhurimin e Allahut azza wa jall. Lodhja e fatlumve është në adhurimin e Allahut azza wa jall, krahas atyre të cilët janë fatkshinj ose të mirë, të cilët lodhen ku në kryerjen e gjunave. Ky është angazhimi i tyre kryesor. Ai i cili e do Zotin e tij, dhe shpreson takimin me Zotin e tij. Padyshim që duhet që të angazhohet, ai e di vetë. Për shkak se nuk ka mundësi për me arrit deri te i dashuri yt, vetëm nëpërmjet veprave që të afrojnë deri tek ai. Edhe prezenca juve këtu është një prej atyre, apo për shkak se njeri i cili e do Allahun, edhe do me mësu fjalën e Allahut, padyshim që ai mundohet, angazhohet, kjo është angazhim, është lodhje. E duhet për me artu, duhet pak me luftu me nefsin, apo duhet pak nefsit me aprish qefin, edhe mi thonë nefsit nalo se kjo është favorit tim, është dobin time. Ka për atyre që vinë, për nuk interesojnë, e nuk mundon me qenë barabartë. Tash, pavarësisht sa do që dikush pretendon me gjuhë mirë, po realisht veprat e dëshmojnë. E andaj unë thashë në fillim që kjo lodhje shpërblet me lejen e Allahut azza wa jall, edhe është lodhje e cila përfiton robi, gjitha aspektet, edhe në aspektin e mësimit, po edhe në aspektin e shpërblimit. Besoj që keni dëgjuar për veprat të cilët janë shlyese gjunave. Këto vepra realisht janë vepra që janë përmend disa hadithe. Jo në disa, po ka shumë. Qëllimi i këtyre veprave që njihen si kefarat, qëllimi i tyre është që robit o t'ja falin gjunojnë, o t'ja ngrisin gradën. Zakonisht pejgamberi sa mi ka përmend edhe janë të një lloj nxitje për robin që sa më shumë që të shkojë pas tyre. Se ato vepra e pastrojnë për gjunave, ose ja ngritin atij gradën. E shpeshherë pejgamberi sa mi ka nxit sahabët. Kjo i ka inkuraju dhe u ka dhënë një lloj optimizmi në shpirt, veçantë gjunaqarëve, mëkatarëve. Se ne gjithë jemi gjunaqarë, gjithë jemi mëkatarë. Prej atyre që është përmendën me një hadith, është një hadith i gjatë, ku pejgamberi me cek do thotë rastin për një ëndër që thotë ka pa Allahu azza wa jall, e pyet Allahu pejgamberin, edhe i thotë se për çka po zihen, po diskutojnë dhe po flasin dhe po ulëmtojnë me laçet. Në qiell. Pejgamberi normalisht nuk e di. Edhe Allahu azza wa jall i tregoi pejgamberin që ata diskutojnë dhe ulëmtojnë dhe flasin, bisedojnë mes tyre për kefaratët, për veprat që i shlyhen gjunat, për derexhatet, për gradat, shkallët që rrisin robën te Allahu azza wa jall, edhe për luçet. Edhe e pyeti pejgamberin cilat janë kefaratët. Përgjigja ishte se cilat janë veprat që i shlyhen gjunat, tha lëvizja e këmbëve deri në xhami. Kjo është e para. Lëvizja e këmbëve deri në xhami. Kur njeriu hec deri në xhami, i lahen robit gjunat. Nëse nuk ka gjuna, i rritën gradat. Kjo ishte e parë. E dyta, pritja e namazit në xhami, e prit namazin tjetër. E fal namazin, pastaj ulesh në xhami, e prit namazin tjetër. Kjo e dyta është një prej veprave që është. E treta është përkryerja e abdesit gjatë vështirësive ose situatave
të rënda, të vështira që njeriu i përjeton. Kjo është e fundit që më shumë t'i më intereson. Pjesën që e ka përmend në hadith, kjo pjesa e fundit i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është që njeriu kur ka vështirësi, veçanti kur është koha e ftohtë, njeriu merr abdes, dhe forma e abdesit e tij është e përkryer, e merr komplet, tamam, si duhet. Edhe pse është ftohtë, edhe pse merr me ujë të ftohtë, megjithatë merr abdes. Po abdesi i tij krahas tjerëve është në formën më të mirë, formën më të përkryer. Kuptimi tjetër është që ky person kur ka vështirësi, pavarësisht për dishmërinë e tij ose gjatë kohës, sineve ndryshme, ky person çka bën? Ky person nuk i intereson i ftofti, nuk i intereson i nxehti, nuk i intereson probleme që i ka, po ky person bile përkundrazi, merr abdes edhe fal namaz. Edhe namazin e tij e ka stre për vështirësitë e tij. E ky kuptimi i dytë është kuptimi më i parafort. Do thotë që personi kur ka vështirësi edhe kur ka probleme, ku drejtohet? I drejtohet kujt? Abdesit edhe namazit. E me këtë do thotë mundohet që t'i afrohet Allahu xhel. A është e lehtë? Nuk është e lehtë. Tash mu dimnit për me marr abdes. Kur është më ftoftë apo me ujë ftoft, a është e lehtë? Nuk është e lehtë. Me dal me orë në xhami, a është e lehtë? Nuk është e lehtë për shkak se është ftoft. A është vështirësi me hecën 100 metra për me shku në xhami, në veçanti në sabah, ose natën mu ngrit me lënë shtratin kur është nxehtë, edhe mu çu me marr abdes, edhe mu falën kur është më fat, kur është më ftoft. A është e lehtë? Nuk është e lehtë. Ama është përblesh për këtë, padyshim që po. E këto vështirësi që ti përjeton, a i përjeton qetëri? Jo. Ti i përjeton. Pse? Për shkak që e ke një synim. Edhe qatë synim do për me arrit, pavarësisht problemeve, lodheve që i kenë për dëshmirin tonë. Ama e di që kjo lodhje është pagut me lejnë Allah. Dhe kjo lodhje është për diçka e cila është më e mirë. Dhe realisht kjo lodhje nuk qep lodhje. Kjo lodhje qep për ati. Kjo lodhje qep qetësi. Kafshi ati i cili lodhet krijet mëngjes apo, ama lodhja ati, angazhimi ti për shka janë për gjunohë. Edhe gjunohë për mi bo, normalisht që nuk është e lehtë. Ama ai kur t'i bojnë ato, a ndjen kënaqësi, asesi. Ai e lodh veten edhe më shumë. Edhe angazhimi i tij për pasuri. Sepse normalisht ne kemi gjithë një lloj angazhimi ku mundojmë ta sigurojmë mjetet e jetesës. Megjithatë angazhimi i tyre është diçka tjetër, sa të pasurinë nuk e kanë mjet, po e kanë synim. E dallimi i madh është pasuria ose grumbullimi i pasurisë me qenë mjet dhe dikush e pa synim. Se synim do thotë ai ka synim, nuk nashët kur. Krahas atij i cili e ka mjet dhe mundohet nëpërmjet asaj të arrijë deri te synimet e tjera. E këta persona dallojnë. E ky i pari dhe i dyti, do thotë njëri me qetë një lodhje që krejtësisht do thotë dallojnë njëri me qetë. Kjo është dallimi i parë. Dallimi i dytë, do thotë që i pari lodhet në adhurimin e Allahut, kurse i dyti lodhet në mbarjen e gjunat, si kryen e gjunat. Dallimi i dytë mes dy palëve është dallimi ose lodhja e fatlumve është një lodhje të cilën e shoqëron kënaqësia, lumturia, gëzimi, krahas lodhjes fatkeqëve që ata nuk ngjejnë kënaqësi në lodhjen e tyre, në angazhimin e tyre, përkundrazi ata ngjejnë vesh mjerim dhe mjerimi i tyre është edhe shumë i madh. Normalisht personi që adhuron Allahun Azza wa Jalla, ashtu e ka kriju Allahu Azza wa Jalla që ku ka ibadet, sado që është i vështirë ka kënaqësi. Karshi gjunat, sado që ta jep kënaqësinë fillim, pastaj njeriu ndjen keqardhje. Njeriu i cili mundohet të adhurojë Zotin e tij, e di që ka lodhje. Se gjitha këto janë sakrifica mund për me shku vesh në xhami, jashta për dishmërisë ku ti e zbaton Islamin me rregullat e veta. Luftë e madhe. Ta bosh një halal, ti ikish një harami, unë po flas për shembull më praktik xhamin, që është më e thjeshtë ndoshta. Mesin e tyre është e vështirë. Dush luftë. Mirë po shpërblesh me lenin Allahut. Për marrjen e abdesit. Hecja çdo hap që e bën për një hap fshinje gjunau, rritët grada, shpërblesh. Gjitha këto, edhe pse ke lodhje, megjithatë e ndjen një lloj kënaqësie që nuk e ndjen diku tjetër. Allah Azza wa Jall
e ka caktu që në angazhimin që e banë robi për me arrit deri te Allah, ka lodhje, ka angazhim, mirë po ky angazhim jep kënaqësi. Kënaqësi që robi nuk ka mundësi për me gjetë diku tjetër. Natën ngritesh me fal namaz, ose në përgjithësi me kry adhurim, se veç namazi nuk është mbi që të ngritja e natës. Se të ne është kesh kuptuar qëllimi i ngritjes pjesën e tretë ose në përgjithësi natën. Të na mendojnë e lidhin çdo se me namazin natës. Jo, ka mundësi me u ngrit, dhikr, Kur'an, lexim, istighfar, nuk është patjetër namaz. Po personi i cili po supozojmë që do me fal namaz, ngritet abdes, që mërzi, fillimi shtratin për me lana është problem. Shtratin zet, si do mos koha kur është eftoft, edhe mos e pas në zemje mrena, nuk qohet, apo? Zdo mos qupi shtrati, rri aty, me një vend, edhe shka ban, ulesh, atë qona, mos qona, nuk di, dikur hajt, i jep zor. Avdes me marë problem, hajde me njësë më falë, ftoft, ama që të harë me luft, apo? Se nefsi nuk e do ibadetin. Priton, nëse ti nuk e angazhon atëra, ta angazhon ty. Ky person i cili është ngrit dhe ka lutur Allahun azza wa jall, gjitha këto e ke pa në fund se çfarë kënaqësie jep. Ta një lloj kënaqësie që nuk e gjen diku tjetër. Edhe kur çohesh nesër me sabah, e ki një lloj ndjenje që nuk e ke pas ditëve tjera. Kjo lloj ndjenje është ndjenje e cila përjetohet veç atëre kur ngritesh natën ose në përgjithësi e adhuron Allahun azza wa jall. Thoshin disa prej dietarëve. Thoshin ne kemi një kohë mas sabat, prej sabat derisa të lindet dielli. Çfarë ngritja do thotë. Çaja kohë disa minutë ose me orë e kanë kohë ku lexojnë Kur'an, dhikr, e kanë kohë të veçantë për ibadet. Edhe thoshin nëse ne nuk e shfrytëzojmë çatë kohë për adhurim, dita e jonë nuk hec mirë dhe punët e tona nuk ka mundësi të i kryem ashtu si duhet për me i kry. Apo e kuptoni për ku e kanë marrë energjinë për kryerjen e adhurimeve dhe punëve të përditshme që i kanë pas. Edhe ata kanë një angazhim dunjor, normalisht sikur se unë edhe ti. Mirë po, megjithatë adhurimin e kanë pasën prioritet. E ne kur angazhohemi punët e dunjos, problemi është se bie prioriteti, nuk ka paraspesh. O njëra o tjetra, s'ka mundësi as si me gjetë një lloj mesi, ku ka mundësi me gjetë një lloj paraspeshe edhe mi kry të ditë pas një problem. Shumë është problem. O njërën o tjetrën. Kjo patyshim që është problem. E tash, ku qenë ka sekreti? Te ibadeti. Nëse ban ibadet, forcot trupi, nefsi, edhe atëherë nuk ngjen lodhje. Këtu është ajo që e kanë pas, ose kjo është ai sekreti që ata e kanë pasën, e që ne zakonisht e neglizhojmë edhe nuk ndalemi pak ta mendojmë. Prandaj thoshin parë tonë, sikur ta dinin mbretërit edhe fëmijët e tyre, se ne çfarë gjejmë në adhurimin ton, ata kishin për imbraktis pallatet e tyre dhe kishin për më luftu me shpatë, për me i marrë pozitat edhe vendet e tona, veçanti do thotë safet e xhamisë. Si ka mundësi do thotë një pasanik, një pushtetar i cili ka mbretëni, edhe ka pushtet me të luftu ty kur nuk e kur gjo hiq. Për shkak se kretat lumturinë që e kanë, që ata e shohin me pasurinë e tyre që e kanë, kreta e kënaqësi që është kalimtare, nuk është reale. Është lumturi iluzionare, ama jo reale. Është një lloj lumturie, ama jo krejtësisht lumturi që e kënaq shpirtin, jo. Ajo që e kënaq shpirtin, edhe jep kënaqësi e reale, të vërtet, është veç adhurimi Allahu xhel. Edhe prandaj tha Allahu xhel, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ai cili punon vepra të mira. Qoftë mashkull apo femër, ne atij do t'i japim jetë lumtur, jetë komode, jetë të rehatshme. Dikush do të pas i ka mundësi me pasën une, jetë rashme kur i kam 1 milion probleme, 1 milion brenga, tamam, ti i ken 1 milion probleme, 1 milion brenga, ama ato brenga atë janë të leta, se ka pas mundësi Allah që me të sfrua dhe shumë ma shumë, edhe pse i ken për dishmëri, me gjithat ke lumturi. Për shak se i kënaqur me saktimet e Allahut, krahas atij i cili nuk mundet për me i duru, edhe nuk është i kapur për fenë Allahut. Ati dukën shumë edhe ma shumë. Prandaj gjën që bojnë vetvrasje, prandaj gjën do thotë që ka probleme mendore,
Prandaj gjendë do të që ka bela dhe ka telashe dhe ka 100.000 probleme tjera që ti nuk i di. Ama në pamjen e jashtme gjithë duke njëjtë. Krejt duke normal. Ama realiteti është diçka tjetër. Realiteti është do të thotë që personat padyshim ata vuajnë për mendje. E kjo vujtje e brendshme e cila është shpirt nuk shihet me sy. Nuk shihet me sy, mirë po trupi edhe shpirti e ngjit. Krahas lodhjes atyre fatkeqëve lodhës të mirëve, të cilët lodhen, edhe ata lodhen. Padyshim, mirë po lodhja e tyre nuk jep kënaqësi. Për shkak që lodhja e tyre është për gjuna. Gjuna ta jep një kënaqësi disa minutë, 1 orë, 2 orë, ose 1 muaj, ose 2 muaj, mirë po ma vonë do të thotë krejt ajo kënaqësi zbehet, humbet, zhduket. Edhe kur humbet, edhe kur zhduket e kënaqësi, atëherë e shef vetë personi se kjo kënaqësi nuk qenë ka reale. Që ka kënaqësi do thotë iluzionore. Se ti e shef ka pas lumturi një periudhë, pastaj do thotë mo dikur dëshpërohet edhe vetaj edhe ngjen keqardhje për gjunon e tij që e ka bën. Se e kupton që gjunoni i tij ka qenë shkak që të vijë realisht deri te pakënaqësia e shpirtit të tij. Dallimi i tretë mes lodhjes fatlumve dhe lodhjes atyre të mirëve është se lodhja e fatlumve përfundon me vdekjen e tyre. Kurse lodhja e të mirëve nuk përfundon. Lodhja e fatlumve përfundon kur ata ndrojnë jetë. Për shkak se me vdekjen e tyre, sado që jeta është e gjatë, ajo përfundon një për jetëve. Dhe pas asoj fillon jeta e berzahut, jeta e varrit. E ky person i cili ka qenë fatlum, padyshim që në varr do të begatohet me lenin e Allahut. Ndoshta mund që të dënohet për ndonjë gjuna, po dënimi i tij është i shkurtër. Krahasim me personin i cili është jo besimtar ose është i vujtar, edhe dënimi i tij është i vazhdueshëm. Personi i cili hyn varr, momentin ose prej momentit realisht kur meloqet vinja mori shpirtin, prej atij momenti ai përgëzohet, se pas kësaj më nuk ka lodhi për të. Pas kësaj ka veçrati, edhe qetësi, edhe ka kënaqësi, edhe lumturi. Prej atij momenti. E ky moment ta tregon se jeta sado që është e gjatë, do të vijë fundi dhe sado që vujtet njëri përjeton në dunjë, edhe lodhet edhe vështirësitë edhe angazhimet, i vjen fundi një prej me lenin Allahut. Herët apo vonë, mirë po ka fund. E Allah subhanahu tha, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu tha që ata që kanë thënë se Allahu është Zoti ynë edhe më pas janë përqendruar. Ai i cili ka thonë që Allahu është Zoti im, edhe pastaj është përqendruar në këtë rrugë dhe nuk ka lëshuar prej deri në fund. Kur vjen momenti i fundit dhe melek vin për m'ia marrë shpirtin, melek këtë person e përgëzojnë, është përgëzim prej anës Allahut. Alla takhafu wa la tahzanu. Për ju nuk ka frikë dhe mos u mërzitni, mos u pikëlloni për atë që e keni lënë pas vete, familjen ose fëmijët. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ne jemi ata që ju kemi mbrojtur në dunjë, ne ju mbrojmë edhe në ahiret. Edhe mos u mërzit për familjen, për fëmijët, sepse ashtu siç Allah i ka mbrojtur kur ke qenë ti gjallë, Allahu do t'i mbrojë ata edhe pas tekjes tënde. Andaj mos u mërzit, edhe mos u pikëllo. Ky është përgjigimi i parë. Edhe pastaj vjen jeta e berzahut, ku njeriu begatohet në varr. Edhe pas asaj vjen ngritja edhe qëndrimi për me dhënë llogari para Allahut. Edhe gjitha këto ky i kotleta, edhe pastaj ato që i përjeton janë kënaqësi, lumturi, edhe normalisht kjo do të jetë përjetësi, jo sikur se do të dunjoja. Përmes asem që ta kuptoni mirë dallimin mes lodhjes, angazhimit atij i cili është fatlum dhe atij i cili është i mirë. I cili është angazhuar dhe i cili është lodhur me gjunohe, me mëkate. Krejt ato që i ka bën për gjunoheve, gjitha i harron, krejt. Sot do që të kishin qenë ato, me paspas edhe me miliona të mira, edhe me miliona përjetime, ai ku ka hangër ti s'ka mundësi për me hangër. Ushimin që e ka hangër ka qenë ushim që ti vesh nëndër ose vesh e ke dëgju. Pijen që e ka përdor ti s'ka mundësi me arrit deri aty. Hotelet ku ka flet, qëndrimet ku i ka bë, pushimet ku i ka kalu, ti s'ka mundësi për me arrit deri ato. Mirë po gjitha këto ai që i ka pas. Gjitha i harron. Kur
Përmesa se më tha, ditën e kiametit, sillet personi i cili ka vujt më shumë në dunjë. Ka pas brengat më të rënda, provat më të vështira, me smuje, me fukarallëk, me uri, me trishtim, me luftë, gjitha ato vujtje, edhe futet në xhenetin e Allahut. Xheneti i Allahut veç një çast, futet edhe largohet. Edhe Allah e pyet robën e vet, thot, a ke përjetuar ndonjëherë vështirësi? Thot, pasha Allahun, jo sot kur. Gjitha jarru, sado që janë të rënda, sado që ka hek dunjë, krejt i ka rru. Pse se kur e ka shiju kënaqësinë e xhenetit veç për një çast, madje qoftë edhe një sekond, ka ndryshuar krejt perceptimin e tij. Edhe sillet pastaj njeriu i cili ka përjetuar gjitha kënaqësitë. Krejt. Gjitha kënaqësitë e dunjos. Gjitha që njëri merr rakmin dunjë. E ki po dikush thot, ave filoni kështu, filoni ashtu. Krejt ka qenë pasaniku më i madh, miliarder. Sillën ja kanë sjell për një shteti tjetër, darkën për një shteti tjetër. Mëngjesin ja kanë sjell enkasati special, ushqimi veçantë i përgatitur për ta. Gjitha i ka pas. Me po mirët edhe futet në xhenem. Edhe ngritën. Thut, a ke përjetu ndonjëherë kënaqësi në dunjë? Tha, jo pasha Allahun o Zot. Kur qos kam përjetu kënaqësi? Kjo është e vërtetë. Këtu është tallim shumë i madh, apo mes dy lodh, mes dy angazhimeve. Se sado që njeriu lodhet në adhurimin e Allahut, Allah Azza wa Jall i jep kënaqësi, jo vetëm kështu, por edhe në ahiret. Ai mund të përjetu luftra, probleme, gale, derte, ama megjithatë harron. Krahas personit i cili nuk ka asnjë problem, asnjë telashe, rahati, qetësi, pa luftë, siguri, gjitha i ka. Në fund, gjitha harron. E kjo është dallim, ose kjo është dallim shumë. Dallim tjetër mes këtyre dy palëve është Allah Azza wa Jall, atyre të cilët janë të kapur për fenë Allah Azza wa Jall dhe janë fatllumët realisht. Allah ju jep mbarësi, edhe ju jep për kraje, ju jep ndihmë. A ne jemi shumë nevojtar për ndihmën e Allahut. Se vetë robi si rob nuk mundet të kurrë punë. Asesi. S'ka mundsi. Përmes se ka pas vështirësi. Edhe vështirësitë e tij kanë qenë të mëdha, nuk kanë qenë të vogla. Megjithatë Allah Azza wa Jall i dërgoi cilin? Miqën e tij, Ebu Talibin. Ebu Talibi nuk ka qenë musliman, ka qenë jo besimtar. Megjithatë, ka qenë krahë i Pejgamberit. Sahabët kanë pas vështirësi. Allahu ja u ka thënë disa që kanë qenë jo besimtar, i kanë ndihmuar. Kur kanë qenë rënë gjendje vështirë, disa emigruan për në Habeshën e Etiopi. Aqe ishte një njeri që nuk ishte musliman, pushtetar, udhëhec, me emrin Nejashi, jo besimtar, i krishter. Megjithatë, i mbrojti deri në fund, bile. Kur shkuan Kureshët edhe kërkuan prej tij që t'i dorëzojnë, nuk pranoi. Edhe ju tha atyre, hasni shkoni, ju jeni të sigurt, jeni të lirë. Dhe nëse dikush ju lëndon, atëre do të dënohet. Nëse dikush ju lëndon, do të dënohet. Nëse dikush ju shan, ju lëndon, do të dënohet. Këto ishin fjalët e tij. Allah Azza wa Jall ja u çoi një njeri i cili në periudhë nuk ishte musliman. Do thotë që Allah Azza wa Jall ta çon dikan, të mbron, të parkra. Edhe nëse nuk është musliman, nuk ka problem. S'ka lidhje, ama pse? Për shkak se raporti jot me Allah Azza wa Jall është i mirë. Edhe sahabët e tjerë që emigruan në Medinë, i praktikën gjitha me shtëpia, me punë, me pozita, gjitha që i kishin. Mirë po atje kush i priti? I pritën ensart. Bile ensart, kur i pritën ensart, ja u dhanë edhe pasurinë e vetë që i kishin. Edhe shtëpi që i kishin. Edhe gjitha që i kishin tregtit i thanë po i ndojmë. Po i ndojmë ju gjysën a gjysma. Dush me qenë bajg i burr. Bajg i burr për me pas një imam tillë. Ata nuk e pritnin këtë, ama kush e moni këtë? Imami. E Allah Azza wa Jall ja u mundsoi që dikush ti përkrohej edhe ti mbroje, qenë në mbikëqyrjen e dikujt. Kjo vlen për secilin,
Kjo nuk është e veçantë veç për pemësim edhe për sahabët, jo. Kjo vlen për çdo musliman i cili dëshiron të afrohet Zotit i tij, edhe raporti i tij është i mirë. Në esencë raporti i robit me Allahun e përcakton çdo lëvizje e tij. Se sa do me pas ti vështirësi, kur e ke Zotin me vete mjafton. E njëjta vlen edhe për ata që janë sprova, çështja e dinit, çështja e fetarisë, çështja e mbulesës. Po unë po du më mbulu, po s'po mundem. Mundet. Po ti se provon. A ki me pas vështirësi? Po. Ti po do edhe let, edhe po do zbatim. Nuk shkon çdo herë ashtu. Për shkak se Allah subhanahu dikane sprovon këtë formë. Ndonjëri do fetari, i ban problem familja, tamam. Kemi pas shumë raste ku familja e kanë torturuar, kanë munduar, kanë rre. Po ma vonë kanë ndryshuar çështja. Allah subhanahu ka mbrojtë, ka ruajtur bilëm çata persona që e kanë torturuar, që e kanë rre, që e kanë mundu, ju kanë bashkangjit karavanit të tij më vonë. Kjo është realiteti. Një prej atyre realiteteve është rasti i Ibn Temijës, kur erdhi Kazani, pushtetari i tatarëve erdhi në tokat islame, tokat e Shamit. Kazani ka qenë pushtetar, mbreti i Kazanëve, ka pretenduar që është musliman, krahas gjyshit vet ose gjyshërve, stërgjyshëve vet, asë nuk kanë qenë musliman. Me po zullumi i tij ka qenë shumë i madh. Edhe kur hin tokat e Shamit edhe fillon ushtria për me bë zullum, Ibn Temija rahimullahu i merr disa dietar tjerë. Shkojnë për me bisedu njëri me tjetrin, që me trajtu këtë temë, se ku është problemi. Edhe shkojnë Ibn Temija rahimullahu dhe shkojnë vinë dietarë të tjerë bashkarisht, shkojnë te Kazani. Normalisht që gjuha e tyre nuk ka qenë njëjtë, e kanë pas një përkthyes i cili ka përkthy. E ka njohur gjuhën e tyre. Edhe i thot Ibn Temija atij, do i thot me fjalë ose me fjalor tashpër, vrasht, i thot o Kazan, dëmi jot ti që e t'u ja bën muslimanëve dhe pushtetin që do ti për me arrit nuk është e drejtë. Kjo është padrejti. Këtë që ti je duke e bën nuk e kanë bazë baballarët e tu. As gjyshërit e tu që nuk kanë qenë musliman, kanë qenë më drejt se sa ti që je duke e bën këtë zullum në tokat e Shamit. Edhe i foli Ibn Temija, i fol ashpër edhe Kazanit i le përshtypje. Përkthyesi i le përkthen, ai dëgjon i le përshtypje. Edhe çka i thot? Kazani i thot Ibn Temijës, lutu të Allah për mu. Edhe Ibn Temija ngrit durt, edhe fillon për më lutë Allah të azhujal. Edhe i thot, o Zot, nëse ky robi yt, i cili ka ardhur, edhe ka ardhur në tokat e tona, dhe në tokat e tona kur ka ardhur, nëse ka ardhur edhe ka dalë me luftu për hir tëndin, për mu arrit drejtësia dhe mu përhap Islami, o Zot, udhëzoj ose o Zot jepi mbarsi, nëse o Zot ka dalë, dhe qëllimi i tij është që të zgjerohet pushteti i tij, edhe të marrë sa më shumë tokë, atëre o Zot, atëre shkatroje atë, shkatroje familjen e tij, shkatroje ushtrinë e tij, hakmeru ndaj tij, edhe ruaj musliman prej sherrit të tij. Luqeron. A Kazani ka ngrit durt edhe veç thot amin, amin. Përkthyesja përkthen. Bajki duhet të pas trimni për me dalën përpara një pushtetari sikur sa i cili ka qenë në atë periudhë. Që aty s'ka pas dy muhabete, e ka marrë shpatën, ta ka prej kokën edhe çaq, a shkry puna. Që ushtria ka qenë shumë e madhe, s'ka pas mundësi mi dal ball. Edhe çka bën kryet çështja. Ibn Temija niset e i thonë dietarët e tjerë, i thonë a diçka, ti ke fol fjalë tron. Ka mundësi se këti nuk i besohet se kjo është zullumçari i madh. Këti nuk i besohet, ka mundësi për me dërgu ushtrinë edhe për me na sulmu. E më mira ti shko vet, na po shkojmë vet. Edhe Ibn Temija thotë më mirë ashtu, unë po eci vet, ju hesni vet. Edhe tamam. Hec, niset Ibn Temija, nisen ata. Kur më rrin Dimeshk, Damask, takon atje. Ibn Temija vjen jo i vetëm, vjen me ushtar. Se ushtarët e kanë dëgjuar fjalimin e tij, edhe ju ka ardhur shumë mirë. Ju ka ardhur shumë mirë për fjalë që i ka thënë Ibn Temija, edhe kanë shkuar e kanë shoqëruar që mos ta dëmtojë askush Ibn Temijën. Deri në Damask. Ata qert kur janë kthy, a e dini si? Pa të holla në xhep. Për shkak se rrugës ju kanë dalë ndo vjellsa dhe ju kanë marrë pasurinë. A e kuptuat? Ku është përkrahja e Allahut? Kjo është ndihma e Allahut. Personi i cili lodhet për Allahun azza wa jall, t'ia mendon që Allah azza wa jall do të harrojë robën e vet?
Asë sikur. E haj cili lodhet për Allahun, padyshim që Allah Zogjel ata e mbron, e run, edhe e përkra. E gjitha këto dhundi që robi i merr në dunjë, po sikur mos kishte qenë asnjëra prej tyre. Veç këto dy, kënaqësia, lumturia që ai e ndjen, e që qërë që e kërkojnë vazhdimsi dhe nuk e gjenë, dhe për krahja Allah që qërë nuk e kanë, kjo do të kishte mjaftu. Këto ishin dunjë shkurt. Po në ahiret, kjo është edhe shpërblimi më i madh. Në ahiret, padyshim që dy palë dallojnë njëra me tjetrën. Pala e parë, këta që janë fatlum, që lodhen për me arritjet e Allahut, dhe këta që janë të mirë, dallojnë. Të partë, i shijojnë begatit e Allahut. Prej momentit që Allah u merr shpirtin, varr, pastaj kur dalin ringjallin, çështja e llogaris, kalimi i urës siratit, xhenneti Allahu Azza wa Jall. Këta persona plus asaj, jashtë krejt negative që i morin, e kanë një shpërblim tjetër. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ftyrat e tyre atë ndryshojnë. Se shikojnë ku ftyrën e Allahut. E këta e shohin Allahun. Këta e shohin Allahun, karshi atyre qervit të mirëve, të cilët nuk e kanë atë nder, nuk e kanë atë privilegj ta shohin Allahun Azza wa Jall. Këta privon, edhe janë privuar nga pamja e Allahut Azza wa Jall. Prandaj tha Allahu Azza wa Jall, "Kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun." Tha ditë ata do të privojnë dhe nuk ka mundësi për me po Allahun Azza wa Jall. Privim, jo i lehtë, privim shumë i madh. Po edhe dënimin që e marrin këta është dënim shumë i madh. Dhe nuk është vetëm se një lloj dënimi, është dënim i rënd në shumë forma, shumë mënyra. E këta çka bojnë? I drejtojnë Malikut. Maliku është roja e xhenimit. Edhe i thonë Malikut, "Wa nadau ya Malik li yaqdi alena rabbuk." I thonë Malik, "Shko be lutë Zotin. Shko lutë Zotin veç pak na lesoj. Shko lutë Zotin." Çka i thot Maliku? Kale innekum makithun. Tha ju innekum makithun. Ju jeni për gjithmonë këtu. Kjo është katastrofa për ta. Humbja keq shpresave. Kur ti shpreson barëm pak, veç pak, që aty nuk ka më një ditë, aty ka përjetësi. Veç pak, i thot Maliku jo. Thot ju jeni këtu për gjithmonë. Lekat ji'nakum bil haqq. Ne ju kemi ardhë me të vërtetën, walakin aktharukum lil haqqi karihun, po shumica për juve e keni refuzuar, nuk keni dashur me pranu të vërtetën. Prandaj edhe dënimi është shumë i rëndë, edhe dënimi është shumë i madh. Wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam. Ata që në xhenem i thonë rrojtarëve të xhenemit. I thonë rrojtarëve të xhenemit, "Udu rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab." I thonë, "Aman, jo për krejt, se s'ka mund si për krejt me marrë me ikën dënimin Allahut, asesi, ku mundet me laqë." Thonë, "Shkoni, kërkoni prej Allahut, lutuni." Ata i kanë shpresat atë lutjet e veta, nuk pranon. Aman me laqë, veç një ditë. Shkoni lutni Allahun veç një ditë që Allahu ta lesoj. S'ka. Nuk ka. E normalisht këto nuk janë zullumi që Allahu e bën rrugën e vet. Asesi kur. Asesi. Mirë, po kjo lodhje që e kanë bë ata, lodhje që e kanë bë për me arritë te Allahu, është problem me xhenet Allahut. Lodhjen që e kanë bë gjëna çfarë? Për me arritë gjunon, te knaçia që e do nefsi tyre. Patyshim që kjo lodhje ka qenë lodhje kot. Angazhim i kot. E kjo angazhim i ka quhen ku? I ka quhen do thotë që ta marrin dënimin Allah duke e ditë se çfarë dënimi i pret. Jazaan wifaqa. Ashtu siç kanë punu, ashtu edhe shpërblen. Allah nuk I bën askujt pa drejtësi. Kjo është shkurtimisht pasaj për këtë teme. Këto dy grupe, këto dy palë që realisht lodhen, angazhohen, njëra angazhohet për hajër dhe për të mirë, për me afro Allahut, e tjetra angazhohet për gjuna, kryer e gjunat edhe refuzimit urdhave të Allahut xhel. Ato dy palë janë të angazhuar. Nuk është vetëm se njëra e cila, se ne zakonisht mendojmë se vetëm ne angazhohemi, vetëm ne punojmë, jo. Edhe qetë punojnë. Mirë, po problemi se çfarë kaje, çfarë drejtimi ata punojnë dhe ku lodhen ata. E këtu është dallimi, do thotë mes tyre dy palëve. E lutem Allahun që Allahu xhel na mësoj që lodhet tona
edhe angazhimet e tona të jenë veç për Allahun azza wa jalla, lutem Allahun që Allah azza wa jalla angazhimin ton, lodhjen tonë Allah azza wa jalla të shpërblen. Para asoj Allahu të na e bëjë të sinqert dhe lutem Allahun që ta mundsojë deri frymën e fundit që çdo të lodhemi veç për Allahun e jo për dikë tjetër. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.